Shqipëri, do më thënë që tani po vim pikpyetje, mbas pikpyetje, kemi pasur për shumë direkt, shumë shpejt, apo rreth atij momenti kur u dha jo i Barit, erdhi Opedi në bashkëpunim ndërmjet kryeministrit Rama dhe Vučićit. Me të cilën Shqipëria kërkon të vihet në të njëjtin nivel integrimi me Serbinë. Në BE, në Bruksel, gjithë ngelen të habitur, sepse Shqipëria po ecë aq mirë. Shqipëria që ishte afër malit zi, me ato ped kërkon të bëhet afër Serbisë. Në shkallën e integrimit, s'po flas për... Mënyra se si shihen këto gjëra është që kur Shqipëria thot ne nuk kemi nevojë për veto dhe nuk kemi nevojë për komisioner, është sikur të thuash duam të hym kështu siç jemi dhe nuk duam të ndryshojmë. Edhe kjo u pa ashtu edhe për Opedin. Edhe për Opedin, okej, s'kemi kapacitet për të bërë gjitha ato reforma që duhet për të hyrë në BE, po bëjmë reforma deri në pikën X dhe të hymë në single market. Është shumë e rëndësishme, dijes për ndërhyrjen, është shumë e rëndësishme një pikë që nuk është sqaruar në vlerësimin tim në Oped asnjëherë. Domethënë, në qoftë se në Oped do të ishte shkruar që do t'i kalojmë të 33 kapituj, do t'i mbyllim. Edhe pastaj presim vendimin deri kur ta marrë Këshilli, edhe ndërkohë domethënë nuk ka problem për të drejtën e vetë ose si për komisionerin, për mua nuk ka asnjë problem. Por në qoftë se thonë që jo, nga 33 kapituj bën vetëm kapitujt e tregut përbashk, tregut unik, single market, domethënë e tjerë, por nuk i mbyllim gjitha, atëherë ky është problematikë dhe këtu jam dakord 100% me ju. Çështja tjetër që habiti domethënë publiku në Bruksel ishte pse Rama në këtë moment që po e shohin me sy shumë pozitiv. Jo vetëm Shqipërinë, po edhe vetë kryeministri Rama është gjithandej kur ai vjen në Bruksel, të gjithë janë shumë të lumtur, është atraksion. Pse duhet të shkruaj diçka me një president i cili aktualisht po kalon krizat më të mëdha në shoqërinë e vet, me shumë sfida që nuk e dihet se si do të kalojnë dhe domethënë u vendos Shqipëria në të njëjtën faqe me Serbinë. Dhe ka pasur edhe përpara ndonjëherë aludime që shoqëria shqiptare nuk ka nivel të lartë demokracie. Kështu që në momentin që shkruan Opedët të tilla është sikur t'i vësh disa firma dhe konfirmime këtyre aludimeve. Dhe unë besoj që është ngadalësuar, jo ndoshta vjesht, po janar do t'jetë sezoni i ardhshëm. Për